S'ka inspektor, s'ka polici. Sot ka fjap 4 miliard, 5, nesër, 7, e ne kafën. Janë grefsha, kafën. Nuk kanë as higien, as komisie. Unë nuk e di. Këta është e poshtërsaj. Këto në standardi këto e ushqimit për tablet, mosh ma lirë në shtetet e jashtme të Evropën, Zvicër, se sa ata që unë kom familja gjeko. Në kohën kur shporta minimale sindikale ka tejkaluar 68.000 denar, ndërsa mira familje numrojnë çdo denar për të mbërritur deri tek fundi i muajit. Çmimet e larta vazhdojnë të jenë një nga problemet më të mëdha të cilat përballen qytetarët. Pikërisht në këtë realitet kryeministri ka drejtuar kritika ndaj pronarëve të marketeve, duke kërkuar uljen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Mesazhi i tij është i qartë: koha e krizës ka kaluar dhe tani është momenti që barën e lehtësimit ta ndjejnë edhe qytetarët. Por për familjet që çdo ditë përballen me fatura, kredi, shportën e gjithnjë më të shtrenjtë, pyetja mbetet e njëjtë: a do të reflektohen këto thirrje tek arka e marketeve dhe buxheti i tyre familjar, apo do të mbeten vetëm premtime që nuk arrin të realizohen? Çmimet nëpër markete si ju duken? Çmimet që i kanë bërë shumë shtrenjtë i kanë bërë. Po kryeministri ka kërkuar që pronarët e marketeve t'i ulin çmimet. A mendon se do të realizohet ajo? Unë s'di që tërse që ka më bon. Për të kund nuk o interesant, ama për të kund që s'ka, është e keq. Në javero, në rojnë me social, në social, në vandali. Në dajtin, kjo është e pamundshme. Unë e që ditëm shtaj se kjo parti e majë, nuk ka puna o shumë, aman, dhe kundi, ja qesën fundi. Nuk mësat për viti. Unë për viti kom që hi. Ushtë që s'ka, preta që rinë të atajne, s'ka. Fajten për unë barë. Ose çmimet, pse i kanë bo, sa s'dijet me erën barabar, a nuk e di. Sot, shembëll, s'ka inspektor, s'ka polici. Sot ka fjap 4 miliard, 5, nesër, 7, e ne kafën. Janë grefsha, kafën. Për më nuk o interesante 20 miliard. Ama në të kush që s'ka, duhet me kontrollau inspekcia kejt. Nuk kanë as higien, as komisie. Unë nuk e di. Këta është e poshtërsaj. Po ato janë vetëm fjalë. Me vitit, kështu thonë, edhe thot në basë derivateve, ama atë janë vetëm fjalë. Këto në standardi këto e ushqimit për tablet, mosh ma lirë në shtetet e jashtme të Evropën, Zvicër, se sa ata që unë kom familja gjeko. 5 vajza, i kom unë 4 vajza që i kom edhe një gjatë. Ama ato çdo gjë në gjysëm, a ne këto difishe kemi ma te për ma shtrejtë. Atë janë vetëm fjalë. Edhe ku këto, kur si thonë ki shtetë, hajnat me miliona i zonë, me miliona dhe nuk u bëjnë kurrë. I nxirrin gjyqi, nxirrin atje dhe bëhet ajo akti bëhet i vjetër, edhe vjetërohet, i presën që është. Këto nuk ka.